Operacioni I zhvilluar nga policia e Durrësit në Tiranë dhe qytete të tjera ka çuar në ekzekutimin e 20 masave të sigurisë, ndërsa 13 persona të tjerë vijojnë të jenë në kërkim. Hetimet lidhen me transportimin e 2800 ton mbetjeve, të cilat u kthyen nga Tajlanda në tetor të vitit 2024, pasi ishin nisur nga Shqipëria disa muaj më parë. Sipas prokurisë të Durrësit, mbetjet ishin të shpërndara në 102 kontenjer. Nga 11 prej tyre u morën mostra për analizim në një laborator në Itali ku konstatua prania e elementeve dhe përbërjeve të rrezikshme për shëndetjen e njeriut dhe mjedisin, me rrezik të lartë toksiciteti dhe ndikim negativ në ekosistemet ujore. Ekspertët theksojnë se materiali duhet të nënshtrojë trajtimit të kontrolluar dhe stabilizimit përpara depozitimit përfundimtar. Bazuar në këto rezultate, organi akuzës dyshon se personat e përfshirë kanë konsumuar disa vepra penale, mes tyre kontraband me madhra të ndaluara, transport pa ligjë shëmbetjesh, falsifikim dokumentash, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Në mesin e të arrestuarve janë zyrtar të doganës së Durrësit dhe të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, përfshirë edhe drejtoreshën aktuale dhe ish drejtuesit e institucionit. Ndërkohë, në kërkim është shpadur administratori I kompanisë Corum International, Erald Demiri, për të cilën gjykata ka caktuar masën arrest me burg në mungesë. E njëjta masë është vendosur edhe për pronaren e kompanisë Sokolaj, Giovanna Sokolaj, e dyshuar si përfituese e mbetjeve për eksport. Aktualisht, të gjithë 102 kontenjerët e kthyer nga Tajlanda vijojnë të qëndrojnë të sekuestruar në portin e Durrësit, në cilësinë e provës materiale, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të skemës vazhdojnë.